Ish gardiania e burgut të grave në Lipjan, Nadica Cepkenovic, u përballë këtë të hënë të 2 shkurtit me dëshmit e viktimave të saj. Serbia që po gjikohet se ka kryer krime lufte, dëgjoi nga të burgosura shqiptare për të bëmat e veta gjatë viteve 1998-99. Zarie Podruqa, e cili është dënuar me 4 vjet burg, tregoi se ishte torturuar vazhdimisht, si fizikisht ashtu edhe psikikisht. Mbaj mend që për çdo muaj rregullisht më ka torturu kur pa ndalë. Gjatë bombardime për çdo ditë. E lëshoj magnetofonin me zot lartë për mos muni brima, edhe ka përdorur dhunë të vazhdueshme ndaj meje. Kam qenë prej femra më të torturuar në burgjet serbe. Edhe fizikisht, edhe psikikisht. Sa që kjo më ka qenë podrum, ka qenë një dhomë podrum me mjete, lloj makina ndryshme, edhe më ka thonë, tha, kjo është veni, tha, ku kemi gri shqiptar, tha, edhe ti në përshtu makina sot kime dhe përtu, edhe më ka gjvesh. Që shumë ka bon ana, e ka qitë fotografin, e ashtë më tha që në tokë, edhe më kanë torturu sa kanë mund. Deri sa s'ka mujtë mi përbalu. Ashtë mundu me mështi me shkel fotografinë e shimtaqit, edhe nuk e kom shkel, në fund i kom thonë, nëzire revolën në vram, se nuk e shkeli se është vloja. Edhe kom marrë fotografinë prej toke, e kom qitë në gjyks. Edhe ishe burgosura tjetër, Jehuna Krasniqi Morina, dëshmoi për vuajtjet e mëdha derisa theksoi se ky proces përbën një pikëthese për viktimat. Momenti që u ballafaquam pas gati 3 dekadash në gjykat, nuk solli emocione të mira, kuptohet. Ka qenë e dhunshme, shumë e dhunshme. Ka pas presion psiqik të jashtëzakonshëm në mënyrë të pandërprer me gjithat burgosurat. Nuk ishte e vetmja, janë disa tjera që përmendën prej gardianëve dhe në këtë akuzë. Për të vu drejtësia në vend, duhet janë gjitha, sepse kanë qenë bashkëfajtore në dhunën sistematike, presionin shumë të madh psiqik e fizik, deri në livanosje që tha dhe prokurori i rastit. Mirë po, kjo është një pikë kthese për ne, sepse pas 2 dekadash e sa, është një shenjë pozitive që drejtësia po don ta vënë në pah dhunën e dikujt që me të vërtet kanë bërë presion të jashtëzakonshëm. Ai është quajtur burg, po mund të krahasohet lirisht me kampet e nazizmit, se çfarë kanë bërë me të burgosin shqiptar pa dallim gjinie. Ndërkohë, Mevlyde Saraqi, e cila tha se dhuna përjetuar i ka lënë pasoja të rënda dhe në dëgjim, kërkoi dënim meritor për të akuzuarën dhe për gardianët e tjera të përfshira. Një kriminal e tillë duhet të dënohen edhe ato të tjerat mungesë që në mënyrë për neve grave vajzave që mi burgos në rrethana të jashtëzakonshme, që kemi punu për liri dhe pavarësitë Kosovës, që na kanë dëmtuar edhe gjymtyrët, na kanë dëmtuar psikikisht, moralisht, na kanë përull, na kanë sharë kombin, na kanë sharë ushtrinë qëllërmëtare të Kosovës, na kanë sharë nënat shqiptare, djepin e fëmijëve shqiptar dhe gjithçka tjetër. Cepkenovic është deklaruar e pafajshme për akt akuzën e ngritur ndaj saj për krime lufte kundër popullatës civile. Ajo së bashku me Liljana Selic, Danica Lukic, Sladjana Arcic dhe Biljana Solic dyshohet se ka shkelur rregullat e së drejtës ndërkombëtare, duke maltretuar në mënyrë sistematike të burgosurat shqiptare.